spektaklin tuaj. A priori kemi paralajmëruar se do të kemi mysafir tepër të veçantë. Sonte kemi një doktor shumë të nderuar, një kaptin me vete në periudha të vështira të këtij vendi që jetën e tij profesionale e ka ndërtuar dhe së ndërtuar në mënyrën absolutisht më të mirë. Sonte vjen këtu për të na thënë shumë gjëra të bukura. Zona e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë. Një doktor, një magjistër, një afarist, një ndërmars, një aktivist, me shumë aktivizëm, një njeri human, për ju, për ne, për të gjithë, Doktor Dërgut Aliu. Hajde, doktor, një se erdhe. Doktor, një se erdhe. Në pëngutesh më ullë që në rini njihemi edhe heq nuk e ke synu karriket, e ke synu punën, profesionalizmin e të ne karrikat ka pritë se ka ardhë vetë, automatikisht ka ardhë vetë. Në qëtë libër shkruan 30 vjetë të themi 30 vjetë janë të spitalit Lindja. A në realitet një 40 vjetë janë punë të doktorit. Punë vitën e ashëm bonë 40 vite. Se punë si spital Lindja 4 mas vitin 1996. 96. Do më thonë vitin e ashëm i bojnë 2-20. Punë profesionale. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ju falenderit për ftesën. Në realitet, të kemi pritë moti, se absolutisht të njohin shumë, se janë bërë shumë lindje, do të flasim për to, po pasaj që nga studentaria, më pas puna, specializimi, pregaditjet, e të gjitha, por më pas, sa njeri u gëzun në përdur tua, kështu në për vite, 20 vjetë, në i farë statistike s'kemi, e pash këtu, 15.000 lindje të spitali Lindja, po sigurisht tashin bo më shumë, se kur është shkru libri më herët? Libri është shkru më herët, mbi 15 lindje, 15.000 lindje kanë qenë, mi për unë si profesionist, kom atë pas se kom punu edhe para hapje spitalit Lindja, edhe në punë shtetit, edhe privat diku tjetër, Ferizaj e kështu me radhë, po ne këtu e kemi llogarit veç mbi 15.000 lindje në spitalin Lindja. Shkollën fillore dhe të mesme i ke mbaru në? Shkollën fillore dhe të mesme i ke mbaru në Buenos. Në Buenos. Po duhet të kasi më shumë se doktorin Derum, ju jeni magjistër që është të vërteta, dhe na vini shumë kuadro, fantastike prej aty në pjesëve, edhe kjo është bukur. Edhe mbajmen me sa shumë dashuri bashkëbisedonim dikur me të gjithë që sa mirë këto kuadro që po mësojnë, po formësohen, po diplomojnë, po sepse i kemi në atë region Migjaram kur vishim koncert dhe ke eq, na keni mjetë si zorë qorë, bez di që ka bojna me juve. Dhe pastaj edhe në Prishtinë fakultet mjekësis. Po, viti 78 edhe fakultet mjekësis, fillum studimet, ashtu me shoqëri, përfundum studimet, në atë kohë ishte goxha vështirë inkuadrimi në login atje, ashtu që fillum edhe punën këtu në Kosovë. Kur mbarove studimet praktiken profesionale këtu, ku fillove me punu mas pari? Për e të parë fillove me punu në Malishev. A në Malishev? Malishev, për e të parë punën e parë Malisheve. Pas taj jam këtim Prishtinë, utoje çdo ditë. Utoje çdo ditë. Kemi qenë 3 mjek nga Prishtina që utonim bashkarisht që ashtu. E shkonit në Malishev? Në Malishev, çdo ditë. Me shumë entuziazëm e kemi qenë, po. Ka qenë një pjesë e paruar e jetës si me Malisheva. Ashtu? Kemi kalu jashtëzakonisht mirë, kemi pas respekt posaçëm, me të vërtet janë senet parueshme në Malisheva. Njerëzit ju kanë qyrë edhe si yje, se doktora 3, shqiptar, mrekulli kjo. Në atë kohë u formu pastaj edhe komuna Malishevës, për e të parë në atë kohë u formu në atë periudhë. Pastaj specializimin e mbarove në? Specializimin fillova këtu, pastaj në Gjakov, se këtu u mbyll pjesa e Kosovës. Shkove në Gjakov atje? Në Gjakov, pastaj vazhdova specializimin deri në fund, pastaj qëtu në Zagreb, Beograd, kemi shëtit pastaj, kemi
Se në atë kohë specializimet në Kosovë jënë konë të pamundra. Po, të pamundra. Na morën këta. Na morën Serbia. Filloja Eurobria thellë. Unë munojshëm me lujt në ka qenë Drenasi u pat bosi qendër ku shkojshim krejt, Gjakova me do më thonë pak. Gjakova për shkak se në atë kohë në Gjakova ka pa shumë pak Sërb. Shumë pak Sërb, do më thonë s'kan mund edhe teknikisht me mbulu me kuadra. Ato ashtu që unë e fillova njerë në Gilan në Largun, atë ishin, pastaj në Gjakov që ndrova dikon 2 vite e sa në specializim, aty bashkarisht pastaj me ata kolegët, Hasan Mandxuka, disa shkum, pastaj vazhdu në specializimet, edhe jashtetit. Jo kur specializut, pastaj vjen viti 1996, kur e hapni Guzagudzim, spitalin Lindja. Po, në realitet, fillimisht doktor, çka të ka shty me zgjedhë ginekologjinë edhe obstetrikën, apo... Në atë kohë nuk ka qenë që kemi zgjedhë edhe vetë. A shemull, në atë kohë specializimi më është nda nga Malisheva. A tu ka dhonë prej atje? Pa, prej atje më ka dhonë, edhe në atë kohë s'na kam pytë. Ka pas nevoj shtëpia shëndetit Malishevës për këtë lloj specializimi, edhe na ka emëru për pediatri, ginekologji, radiologji, edhe ne kemi shku. Atë kohë s'ka qenë privatizmi, s'kemi ditë edhe, do më tonë, nuk kemi mund na me zgjedhë specializimin, na është imponu. A ke dash diçka tjetër? Jo, unë jam kohë një knaqën edhe në atë kohë, kërë e këmë specializimin, ka qenë një diçka që s'jallë një jetë, diçka e ka gëzimin e vetë, edhe ajo lami. Doktorin dhe rumë, kur e shikon rrugtimin tënë, tash 40 vjetë vitin arshëm i bëjmë, në mjekësi, cili është momenti që të banë krenar? Pyetje shpejt në këtë drejtim, po... Ka shumë momente, po unë spitalin Lindja për e pare këmë hapë në Podjev. A, në Podjev? Podjev, vitin 4 martë, vitin 1996, se dhe Podjeva në atë këmë ati për me shqiptarë, këtu kanë qenë problemet të asaj kohë e dhe dhe ti, edhe e këmë hapë në Podjev, që ashtu më bashkëpunim pas ta edhe me strukturat të aso kohë edhe të ushtërisë shqiptare dhe gjitha kemi bashkëpunu, kemi asi edhe deri në bombardim të NATO-s, unë kom qenë Podjev. A, në Podjev? Deri në bombardim të NATO-s atë. Me kanë ke bashkëpunu, apo e hape vetë, se kjo ka qenë private? Vetë e kom hapë. Vetë e hape? Vetë, kom pas mjek që kam punu ati, për shemull ginekologë, anesteziologë, personel medicinal, kështu kemi pas në atë ku, po gjithë kemi utu nga Prishtina. A të utu gjithë dit? Gjithë nga Prishtina kemi utu, se po djeva në atë ku s'ka pas kuadrë ginekologjisë dhe të lamive, të anestezionit, ato që avim për një spital ginekologjik. Ta është realisht ka ra edhe me specializu në kohë të okupimit, edhe me fillu me zhvillu. E bukura është se ju që na vini prej Luginës, unë kam dëshirë me qujtë bile legendare, tu konë shumë të shtypun prej Serbije, prej Jugoslavije, e keni kultivuat ndjenjen e akti me qujtë të asaj ndërmarsis edhe të pavarësis në këtë, me forca të vetat, do më thonë, e po të atë gudzim, po si e kujton kohën e okupimit, bashkë tash si fe, gjdo ditë me utun për Podjev, pas taj vërtet eri në kohët bombardimeve, ko gjashtirë, Deri unë kam fillu edhe 2-3 ditë mas bombardive kemi met në fshatrat e Podjeva. Një 3 javë e ca kemi mbet atje. A metët atje? Atje kemi mbet edhe motrat edhe personeli që ka qenë atje kemi mbet në Podjev, në fshatrat Podjevës. Pastaj kemi zbërit nga dalë dias vetë në do fshatna që kemi ardhë në Prishtinë. Jëmë gjetë me familjen time pastaj, pas 3 javë e sa. A mas 3 javë, familja veti këtu? Po, familjen i këmë pas këtu në Prishtinë, kena jetu në shtëpinë në Prishtinë, kemi pas në atë kohë. Jëmë gjetë me familjen, me fmit, me shoqen, edhe pastaj kemi mbetë në Prishtinë deri në fund luftën e kemi pritë në Prishtinë. Këtu mbete? Po, mbetëm këtu se... Që tash i moment interesant. Në një moment, ju që përfundonin fshatra, vinë ju ndjekun për atyhit, prej klinikës?
Pi klinikës fillun ato presionet, vishin, kërkojshin tagosën, kërkojshin atë, ishke një lloj presioni tyne, ato që na u detyrum me një mënyrë, personeli që ishim 2 motra, 2 mjek, edhe 2 mjek përgjeshëm kanë qenë, fillu mu largu, një rrugë kemi shkujt. A keni pas dikan lindje që me i thonë edhe aty në shkoni se s'kem ka moj? A ma heret e? Ma heret e kemi asë 2 ditë, pastaj kemi ardhë një rrugë, Batlavë kemi shku, prej Batlavës do fshatna dhe ashtu kemi zdia, dhe sot nuk di atë rrugë, se e kemi gjetë në atë kohë. Ka qenë, fati ka qenë. Doktor, në ndërtimin i piramidët të suksesshme që lidhet me emrin e Spitalit Lindja, 20 vjetë punë, dhe më thonë 10 vjetë pregaditje kështu. E pastaj 30 vjetë të Spitalit Lindja, apo e kemi apo pak ma shumë se 30? Mbi 30. Me 6 mars që mbo 30 vite. Mbi 30. Krejt këto që tu i kemi në liber, mirë shumë, 3 dekada institucion, 4 dekada mision. Mision. Ashtu, 4 dekada kur kom fillu punët si mjek i praks përgjeshme, pastaj në atë kohë specializimi ginekologji ka zgjatë 4 vite, pastaj kom punu një kohë pak Malishef si ginekolog, një kohësisht edhe në atë kohë edhe në Ferizaj kom punu edhe në Malishef. Në edhe desa kom vendos zdi si ka ardha jo dhe me hapë Spitalin Lindja pastaj. Fiks, se sakrifica personale po edhe familjare o dasht për me realizu ëndrën me kriju Spitalin Lindja. E kishe si ëndër ma herët, apo erdhi si kërkes e kohës? Jo, ka qenë edhe pak kërkes e kohës. Ka qenë edhe kërkes e kohës. Sugjerimi edhe disa meqve ato e ki afer po djev, mas afer tim po djev, atë janë gjithë shqiptar, pak ma let e kisë në Prishtinë, është fështirë me hapë spital privat. Në atë kohës edhe ata që e kanë pas do ambulanta private i kanë mbyllë në Prishtina. Na për fatë mirë, deri në bombardimet natës nuk kemi pas probleme ati brenda spitalit. 2 javë, 3 javë ma herët kanë fillu ato probleme. Mirë po për fatë mirë, gjithë, jo vetëm unë edhe punëtorët e stafi, gjithë kemi kalu mirë dhe e kemi kalu atë problem letë. Po për me kompletu atë, është dashtë investim, që e ke investu vetë krejt. Po, vetë. Qa ka ndodhë pastaj me fatin aty në? Ato, shtëpia ka pështu, ajo ka në pajisja asë një gëshonë s'kam vetë. A, pajisja ti kanë marrë të gjitha? Ja, gjitha i kanë marrë. Asë gjithë kanë vetë. Që ti pra se këta s'kanë plaçkitve, zdi qka? Ja, i kanë huazu. I kanë huazu? Ja, i kanë vitë, ja. Kër e ke hapë Spitalin Lindja, se tash data është në podjev, 1996, absolutisht, a e kishe imaginu se vërtet do të bëhej një institucion ka që rëndësishëm, një emër shumë vull? Ja, s'ku me ndua që një farë mënyre më së të them, shtash në atë mirë, ka qenë edhe imponim, u shdash me funksionu, me punu, në largun për punës, ku isha punë shtetit, në largun, një farë forme, një farë mënyre, në u impono, këtë hapim në dishka, të funksionojmë, aqë sa mundeme, nëse funksionon mirë, nëse jo, do ikim. Do ikim. Ashtu ka qenë ajo, pastaj sugjerimi disa meqve, ka qenë ajo, mas mirë të ekim për dujevë, me hapë se janë gjithë shqiptarë, pak ma letë të adina, se edhe ajo ka ndiku. Edhe ajo ka ndo. Tash, jënë zhvillu mira Lindje në Spitalin Lindja. Do më thonë, këtu ishin 15.000, po tash janë shumë ma shumë se 15.000, ki edhe të tjera si specialist më heret. A vazhdojnë me të emocionu akoma ardhja një jetë një fosh një, kur ja dhe gjënë zërin që... Shpesh me thojnë edhe familjarët e me dhe mirë, balë ke punu, edhe puna është një, në thojnë të ato një loj smundje. Për shemull, unë smujt të paramendoj, edhe pse jom kështu me moshë shumë pensionu, po ende punoj edhe punoj... Kështu pensionu, që e gutë, doktor? Që e gutë djalliri mu pensionu? Që ashtu du dosht. Ashtu që jam i lidhen, zdi shka do bëj kur të ndërprej punat. Shtash, mos jam jo objektiv, normalisht punojmë edhe për lek. Nuk më të tojnë. Po, ma te për kjo kalon edhe një farë obsesioni se duhet me punu se zdi shka bëj. A tu ka shëndru në mision kjo punë? Në mision mu kam shëndru. Të duket mision? Unë
për shembull 20 ora 7:30, 28, unë çdo herë shkoj në spital. Pa marrë parasysh që spitali im, më i shku edhe 10, po obsesion nuk kam mësu kama në atë mënyrë, edhe ku e di. Në këtë mision, absolutisht të gjatë, janë 20 vjetë, 30 vite lindja, spitali lindja. Vetë sa për informat, i kom disa pacienta, një 4 më duket se janë, që vitit 97 kanë lind të unë ati vajzat. A, e kam një pyetje. Kanë lind këtu ato vetë. Ato vetë kanë arme, sa e bukur. Ato që lind 97 atje, pastaj kanë ardhur këtu në lindje. E bukur kjo. A mundesh me do në një rast që të ka prek shumë, se njeriu takohet në periudhë gjatë, numër i madh, e të vështirë? Ajo që ndoshta që më ka met më vështirë një jetë, si ginekolog, ka qenë një rast që se nga njerë edhe fatit ndihmon, edhe fatit. Një rast ka qenë me një shtatzani jashtë mitre ka qenë, dhe ka arë si me urgjens të na, asi kur ka arë dhe kemi po me gjakosje ekstrem të madhe, kemi mendu me qu në spital shtetit se Iran. Ajo kategorike, jo, une këtu ko me vdek, asi, kemi hinë operacion, dersa kemi gjetë atë burime ku gjakoske, ajo ka qenë një traum që kur njetë se arroj. Mirë po sot i kom me qëtë mirë, jashtë zakonisht ka pështu, ajo ka lind. O zhvillu lindja? Lindja jashtë mitrat ka qenë. Pasi po ka pështu ajo si jetën e ka pështu. A ka shpëtu ajo? Ajo ka pështu, se qëllimi kryesor ka qenë jeta e saj. Me shpëtu atë. E sot i keni meqë, a? Meqë, i kom meqë të mirë, janë njoftën në Prishtinë, nuk është me rëndësi. Me që ata e din, na veç për i duar propasin për i këtë. Ata e din se janë njëfën, janë me amër pak. Edhe shpesh kur takohemi, gjithmonë e rikujtoni. Ti je zoti jem, ti nuk i pështu. Ti ma ke shpëtu jetën. Se me të vërtet ka qenë një rast që nuk e harroj. Përveç ti rasti që se harron, ke edhe shumë raste tjera që ja u keni shpëtu jetën. Ka pas raste interesante ku treneq kanë lind, për shembull, edhe ajo është një knatësie posaçme ti shef. A deri në treneq keni shku? Deri në treneq keni shku. Kanë lind treneq. Edhe është një knatësi se shumë rallë ndodh. Absolutisht. Janë raste të ralla pak, po mirë. Çfarë ndjenje përjeton sot doktor kur i takon atë 3 të reja që ju e keni kry lindjen e tyre, tash ata janë rrit, janë bë profesionist? Unë ta them kur më ka ardhur për herë parë para një 3 viteve më duket pacientja që ka lindte unë, ka ardhur në kontroll, po e kam kontrolluar, nuk e njefsha unë. Sigurisht. E kontrollova, peshi, po ta shtat zone je mirë ta doktor ta veç po du me tregu ta, unë e kom lind te ti. Ku ki lind? Thamë, po dhe je vitin në atësht, aj, zot, tash, kjo do të votë, edhe e ka për cilë pas të kesh të zanin të unë edhe ka lind pas taj atë. Do të është një përjetim i posaçëm, është një përjetim i posaçëm se për shembull në atështatën ka lind, tash 20 e sa vite i ka pas edhe ka lind, është një diçka që s'harrohet kur. Bavakia dhe nipin ambesën a anë? Ja, shpira. Doktor i nderuar, ju nifeni edhe për një gjatë bukur, gjatë krejt këtyne viteve, që në realitet, qatë pasuri që keni pas, e keni vënë në ndërtimin, realizimin, finalizimin e spitalit lindja, me krejt aparaturën, me të gjitha, po non-stop edhe atëhere. Edhe më vonë, kolegët i ke ofru, i ke suportu, ju ke ndihmu, përveç që do të flasim edhe për ndihmë tjerëve që ju ke bërë. Kolegëve i ku ndihmu, mjaftë edhe këtu, për fatë misë unë e një ku pak pas luftës, ku punu edhe në Turqi. A, dhe në Turqi? Po, në Turqi ku punu pak. Një përvoj e mirë, veç? Atje, e ku pas një përvoj, pas taj shumë kolegë, i kom dërgu pas taj, edhe në specializim atje kanë shku, kanë mësu docente që nuk bon këto. Ashtu që me kolegë kom raporte jashtëzakonisht mira me gjithë.
sa për informat, shtash me 28 mars e kum pas 30 vjetorin e spitalit, se me 6 mars mujtë e se ishke festa Ramazanit, e s'mundëm me majtë me shtënëm me 28 mars, për shumë dykun 250 kolegë kanë qenë atin e ftuhum, edhe që kanë ardhë për shumë kolegë dhe Piza Grebit. Se sa kum qenë atje, sen që kemi bashkëpunu e sen, Piza Grebit special kanë ardhën për atë nej 30 vjetorit spitalit. Po, keni bashkëpunu me Zagrebin? Me Zagreb, po. Edhe ke magjistru në Zagreb? Edhe ata kanë ardhë këtu, edhe këtu kanë ardhë, edhe kemi punu vitin 2002, 3, 4, ekipit nga Zagrebi ka ardhë, ka punu këtu. Në spitalit Lindja, në Prishtinë, kër e kom hapë. Në Prishtinë. Tash, cilat veprime ta quim? Në spitalin tuaj bëhen ekspertiza. Pa. Cilat ekspertiza bëhen? Ginekologjike, obstetrike, obstetrik, urologji edhe kirurgji. Edhe kirurgji. Edhe kirurgji, po edhe pediatria normalisht si obligative është. Edhe e punojmë in vitro fertilizimin. Fertilizimin, se këtu doja dilja. Po, ato kemi fillu në vitin 2001 për herë të parë me ekipin nga Zagrebi. Nga Zagrebi ata vinin në atë kohë, embriologë dhe ginekologë vinin edhe natë e kemi pas spitali pas luftës ka qenë të ndërtesa Dugagjini, shtash kjo të rrethi që është, ati ka qenë. Ati ka qenë. Ati qaj region ka qenë ati. Kemi punu pas të për të parë që ati një kodë gjatë, pas të edhe vetë. Tu shtërngu, tu forcu, tash jemi në realitet, si që vëtë lagja se në veternik, unë i thamë të Gorenja, apse që pikë referencë u bo, edhe Gorenja që janë pikë presheve. Po, edhe ata pikë presheve janë. Ati një rrugë Gjevaqena thirët, njëna rrugë ati, edhe kjo ka metë që e pa definume. E pa definume. E bojmë rrugë e spitalit Lindja. Po, Gjevaqena ka jetu ati. Ati po, shumë afer. E bojmë rrugë e spitalit Lindja. Po shkojmë me park marketing, e po kthehemi sepse do të bisedojmë për fertilizimin, edhe për plot gjëra që njerëzve ju interesojnë ta dëgjojnë doktorin që përveç spitalit me fame me nam Lindja e ka edhe përvojën 40 vjeçare. Shkojmë me park marketing edhe kthehemi.